Përshëndetje, unë jam Aulona. Përshëndetje, unë jam Fatma. Përshëndetje, unë jam Fatma. Përshëndetje, unë jam Aulona. Keni kohë sot që o të ndani njëre për gjithmonë, o të filloni një emision të ri. E di që ke feedback, po mja dole me brek. Ndalo se flet shumë edhe në intervistë, nuk ndalo, nuk di të vër pikë në fjalim. Ja, Njëri aty ma ka qenë hangri orare. jetën. Duhet era parë kur takuat çfarë Po, patë ka qenë divani, ishim të ulur atë divani. Ishte Jo, një nuk divan ishte kështu. kaf. Dhe një nga momentet më të vështira të jetës time ka qenë dita e nesërme dhe unë befas nuk kisha asgjë në agjendën time. Kam qenë me 1000 lekë tër ditën sepse ashtu i kisha kushtet ekonomike dhe kisha sedur të sumur. Kur ishte selekti në Top Channel, unë qaja, që pse nuk e kisha kurajun të shkoja të bëja audicion. Po. Pra buq unë të kam dhënë forcë. Unë dhe Aulona nuk kemi parë asnjëherë si konkurrente. Aty ishte shumë e rëndë. Aty domethënë ishte të shikoje Ku? ishin që po trastonte me tre të tjerë. E kam vuajtur goca e gra. Ulem në tavolinë me njerëz familjar mi që nuk ja opinioniste në Big Brother. Se s'keni shëpi opinionin se Big Ka prezantues që nuk do kishte qejf të isha prezantues i Big Brotherit? Se besoj. Luana kulmin e ka pas atje. Te ferma nuk, për mua nuk. Për mua fakti që Benjada prezanton një emision basdite kur nuk di Jo, më fal, të flasi shqip siç duhet, shumë afër në renditje është Suada Muça. Që e ka marrë në intervistë. Cila i jep neve në ekran pra? Unë jam Mund ta bëni shumë dhe kurioze të pyes Suadën. Po ç'ti pyesësh Suadës? Faktikisht e vërteta juaj që ju keni ngritur një markë autentike që buron nga brenda. Po, Dhe ju për shpërthyet fustane. gjatë pandemisë. Bë nami realisht. Sa vjet ke ti? 15. 19. Kur unë e shikoj, dua ta puth, dua ta përqafoj. Jemi shumë fizik. Unë dhe tani dua gjatë gjithë kohës ta prek, ta puth, ta përqafoj në Pra varet shtëpi. pra se Ha. me këto pasionet tuaja. Kujdes. Kur ke qenë afër se ta shtyje burri nga kati 5? Oj, çuja po për ditë me. Smerë do e kem po të tes para kësaj. Në rrë shpje me kaj shumë që po përpiqem. Dhe kjo që s'bën stërvitje. Kush nga ju të përballonte më mirë një krizë martese? Sa e ke? Se mendon se do e ke parë Po, që ka ardhur tek ty ka qarë? Çka ka ndodhur? Po. Se sot po më duket vitja si terapin çift. Që s'bën për 20 vite do e bëj këti sot. Ne kemi qenë dhe jemi për momentin, nuk e që të ndodhin në të ardhmen, dyshja më e mirë televizive në ekranet shqiptare. Fatma të bësh sërish një program me mua. Gjithë jetën, Aulona. Jo.